Mehmet Akif Ersoi, babai i të cilit ishte nga fshati Shushica, dikur pjesë e Pejës, sot komunës së Istogut, ishte autori i emrit kombëtar të Republikës së Turqisë. Mehmet Akif Ersoi lindi në Stamboll më 20 dhjetor 1873 në një familje besimtare intelektuale. Babi i tij ishte Tahir Efendiu, një myderzi i njohur në medresen e famshme Fatih të Stambollit. Tahiri kishte lindur në Shushicë të Pejës. Më poshtë ne juve ju sjellim 6 fakte që ju si keni ditur rreth tij. Së pari, Mehmet Akif Ersoi është marrë edhe me krijimtari letrare dhe artistike, duke lënë si trashëgimi një thestar të tërë, një pasuri që mund të ndahet në 2 kategori: veprat e shkruara në vargje ose veprat poetike dhe veprat e shkruara në prozë. Vitet e fundit të jetës së tij ai i kaloi në Egjipt. Kur ishte në Egjipt, ai merrej me mësimin e turqishtes tek të huajt, sikurse edhe sot Instituti Yunus Emre. Veprat e shkruar në vargje janë të përmbledhura me një emërtim të përgjithshëm, Safat ose Fletët. Ndonse i lindur në Stamboll, Turqi, ai ka pohuar me krenari se është shqiptar. Mehmet Akif Ersoi me shumë shkrime ka përmendur Shqipërinë, Kosovë, Prizren, Pejë dhe Gjakov. Kur shëndeti i tij u përkeqësua, ai shkoi në Stamboll ku më 27 dhjetor 1936 ka ndërruar jetë. Historia e himnit kombëtar turk. Në 1921, me kërkesën e ushtarakëve, Ministria e Kulturës u dha gazetave të datës 7 nëntor një njoftim, ku bëhet e ditur se shpallet konkursi për Marshin e Pavarësisë dhe se përfituesin e tekstit dhe melodisë do të jepet një shpërblim prej 500 lirash. Në qendrën e konkursit u paraqiten mbi 700 tekste, por megjithatë, komisioni vlerësues nuk pranoi asnjë poezi, sepse asnjë prej tyre nuk plotësonte kriteret e kërkuara që të zgjonte ndikimet e dëshiruara. Atëherë Hamidullah Subhiu, që ishte ministër i kulturës, me gjithë komisionin vlerësues ju drejtuan Mehmet Akifit që të shkruaj poezinë. Mehmet Akif Ersoi ju përgjigj ministrit se poezinë do ta bënte, por se ai nuk shkruante përpara. Kur ministri me bashkëpunëtorët i premtuan se nuk do t'i jepnin shpërblim dhe nëse do të fitonte, ai me këtë kusht shkroi tekstin. Marshi i Pavarësisë i shkruar nga Mehmet Akifi u lexua në Kuventin e Madh të Kombit më 1 mars 1921 dhe po më 21 mars 1921 u pranua dhe u votua zyrtarisht.